Pas vdekjes së Xhivanit, Leila mbetet e thyer, por me një dhimbje të qetë që i përshkon shpirtin, teksa qëndron pranë varrit të tij. Ajo rikthej në mendje fjalët e fundit që Xhivani kishte thënë, fjalë të ngrohta e plot dashuri, ku ai e këshillonte që pas largimit të tij të kujtonte vetëm momentet e bukura, kujtimet e tyre të fëmijërisë, buzëqeshjet, lojra dhe çdo çast që i kishin bashkuar që të dy. Leila me sy të mbushur me lot, hap duart e saj të dridhura dhe mbi dheun e freskët të varrit mbjell lule, lule që simbolizojnë dashurinë e pastër dhe lidhjen e tyre të përjetshme. Çdo petal që prek tokën duket si një premtim që ajo i bën Xhivanit, të mos e harroj kurrë, por të mbajë gjallë në zemër përmes kujtimeve të tyre të lumtura. Nga një tjetër kënd, historia e dhimbjes vazhdon me Nurin. Ajo ka humbur gjithçka që kishte, paqen dhe ndoshta një pjesë të shpirtit të saj. Ajo shihet në një barak të vjetër, me sytë e mbushur me lot, ajo kujton momentin më të vështirë të jetës së saj, ku kishte braktisur Xhivanin. Dhimbja e një nene dhe përgjegjësia që e mbante të lidhur me të shkuarën i bën zemrën të rënkojë. Në këtë episod shohim Nurin, e cila qëndron e vetme jashtë shtëpisë, poshtë një trungu të vjetër peme, me trupin e mbërthyer nga era dhe dhimbja e thellë që e ngarkon shpirtin. Eshtja rrethon çdo cep të skenës, derisa Tufan i afrohet ngadalë. Me një shikim të shqetësuar dhe me zërin e butë, i thot se mund të takojë dhe të flasë me Ipekun, vajzën e tyre. Por Nur me një vendosmëri të dhimbshme, i thot se Ipek do të jetë më mirë pa praninë e saj në jetën e vajzës. Çdo fjalë duket e rëndë si një gur mbi shpirtin e saj, duke treguar sakrificën e një nene që zgjedh të qëndrojë larg për ta mbrojtur të dashurën e saj nga dhimbjet dhe humbjet. Leila me zemër të vendosur dhe lot në sy, i la amanet shoqes së saj Fidanit, një vend të mbushur me kujtime të lumtura, me Xhivanin dhe momentet e tyre më të bukura, pra shtëpinë. Fidan me zemër të shqetësuar, i sugjeron që të kthehej dhe të nisë jetën e saj përsëri aty, të gjejë paqe dhe të fillojë një kapitull të ri. Por Leila tashmë ka marrë vendimin e saj, ajo ka vetëm një kërkesë, që kur Fidan të vijë ta vizitojë, të sjellë me vete dhe Ipekun. Kjo kërkesë është simbol i dashurisë së saj të thellë për këtë vajzë, e cila i kujton shpesh Xhianin. Tufan nga ana tjetër qëndron i shqetësuar para nënës së tij, duke i treguar provat që ka zbuluar të vërtetën e idhur. Rauf e kishte mashtruar për sëmundjen e tij dhe kishte një marrëdhënie tjetër, për të cilën ajo nuk ishte në dieni. Fjalët rrjedhin ngadalë por me forcë, duke shfaqur zhgënjimin dhe trishtimin që kanë mbetur të fshehur për një kohë të gjatë. Nëna e Tufanit ndihet e shokuar dhe e zemëruar, por pas dhimbjes fillon të ndjejë një përgjegjësi të thellë. Ajo rrëfen me zë të dridhur se ndihet fajtore që ndihmoi këtë njeri dhe se veprimet e saj, ndonse të mira, kanë zhgënjyer babain e Tufanit, burrin që e kishte mbështetur gjithë jetën dhe i kishte besuar. Leila me zemër të vendosur dhe me kujtimet e Xhivanit gjithmonë pranë saj, realizon dëshirën e tij të fundit. Krijon një fondacion në emrin e tij. Ky fondacion ka një mision të qartë dhe të fuqishëm, të ndihmojë të gjithë fëmijët e braktisur që të mos jetojnë me në grumbull plerash, por të kenë mundësi për arsimim të duhur dhe të ndërtojnë një jetë të denjë. Gyzide, duke parë këtë akt të madh bamirësie, e falenderon Leilën me një emocion të thellë. Ajo admiron për guximin dhe për kushtimin e saj, edhe pse në të njëjtën kohë ndihet e shqetësuar për mënyrën se si do të përshtatet me jetën e re, bashkë me fëmijët që do të kenë nevojë për kujdes dhe dashuri. Leila shoqëron Ipekun për t'u larguar, por vajza nuk mund të përmbahet nga shqetësimi për nënën e saj. Me kujdes dhe ngrohtësi, Leila e çon menjëherë tek Nur, për t'u përshëndetur dhe për të ndarë një çast të vogël lidhje dhe dashurie. Ipek me një shikim të ndjeshëm i kërkon Nurit që të jetë e pranishme në jetën e saj, por Nur, me lot në sy dhe me një dhimbje të thellë në zemër, i thot se nuk ka qenë një nën e denjë për te, dhe se Tufan do të jetë një baba i mirë që do ta mbajë pranë dhe do ta mbrojë. Për një moment ndërsa po largohet, Nuri thot Leilës diçka që prek thellë zemrën. Ajo sheh vetveten tek Leila, të njëjtën ambicie, të njëjtën dhimbje dhe të njëjtën vetmi. Dy gra të lidhura nga përvoja e humbjes dhe sakrificës, ndar një moment të heshtur, ku shikimi i tyre tregon gjithçka: dhimbje, dashuri dhe një forcë të heshtur që i mban të forta. Hatice shkon drejt Selmanit, me zemrën e rënduar nga pendesa dhe emocionet që nuk mund t'i fshehë. Me zë të dridhur dhe me sy të mbushur me lot, ajo i thot se sa shumë e do
dhe se është e penduar për gabimet që ka bërë. Ajo i kërkon me sinqeritet që të jetë pranë saj, duke shprehur dëshirën për të rifituar besimin dhe dashurinë e tij. Selmani, duke parë lotët e saj dhe ndjenjat e sinqerta që buronin nga shpirti i saj, e përqafon ngrohtësisht. Përmes këtij përqafimi, ai pohon faljen e tij dhe qetëson dhimbjen që Hatixe mbante brenda. Momentet e eshtjes pas përqafimit transmetojnë një ndjenjë të fuqishme të pajtimit, dashurisë dhe shpresë për një fillim të ri. Në serial Një vit kalon, Nur ndodhet në shtëpinë e zbrazët dhe pa shërbim, vetëm me kujtimet e vogla të Xhivanit që mbeten si gjurmë të së kaluarës. Ajo ndjen mall dhe trishtim për familjen që dikur kishte pasur, për çastet e lumtura dhe lidhjet që tani mungojnë. Brenda saj një forcë e fshehur nis të zgjohet. Për një moment, ajo mbledh të gjithë fuqinë dhe vendosjen që gjithmonë e ka karakterizuar, rikthehet gruaja e fortë dhe e vendosur që ka qenë dikur. Nur shkon dhe takon personin me të cilin dikur kishte punuar, një takim që sjell kujtime, reflektim dhe ndoshta një mundësi të re për të rikthyer një pjesë të jetës së saj. Nga ana tjetër, Leila shndrit me suksesin e saj në Barcelonë, ku lavdërohet për menun e ushqimit nga klientët, por pavarësisht lavdërimeve dhe njohjes, zemra e saj e thërret sërish në vendin e saj, aty ku kujtimet, dashuria dhe familja kanë lënë gjurmët më të thella. Ajo kthehet, e vendosur për të vazhduar jetën e saj me qetësi dhe dashuri për gjithçka që kishte lënë pas. Gjatë kthimit për në Turqi, Leila takon rastësisht një person me të cilin duket se ka shumë kimi. Biseda e tyre rrjedh natyrshëm, duke zbuluar se kanë shumë gjëra të përbashkëta, përvoja, mendimet dhe ndoshta ëndra të ngjashme. Shikimet e tyre dhe dialogu tregojnë një lidhje të papritur, por të thellë, që ngjall shpresë dhe emocione të reja. Ndërkohë, siç tham dhe pak më parë, Nur kërkon një mundësi pune tek Suati. Me një zë të ngrohtë dhe të vendosur, ajo i premton se nuk do ta zhgënjejë. Suat, duke vlerësuar sinqeritetin dhe vendosmërinë e saj, pranon t'i japë një mundësi, duke i dhënë Nurit një shans për t'u rikthyer kontrollin mbi jetën e saj dhe për të filluar një kapitull të ri. Suat e prezanton Nur për të punuar tek një familje, duke i dhënë një shans për të rikthyer jetën e saj dhe për të fituar pavarësinë. Ndërsa ajo rastësisht hedh plerat jashtë, një takim i papritur ndryshon gjithçka. Përballë saj qëndron Mali. Zemra e Nurit rre me shpejtësi. Ajo mendonte se Mali kishte vdekur, pasi dikur kishte tentuar ta vriste. Por ai kishte shpëtuar dhe tani qëndron përpara saj me ironi, duke i thënë se do ta ketë gjithmonë nga pas. Dhe për ta mbyllur, ne dëshirojmë të dëgjojmë mendimet tuaja. Si mendoni, si do të vazhdojë historia e Malit dhe sfidat e tij me Nurin? A mendoni se fondacioni i Xhivanit do të bëjë ndryshimin që Leila dëshiron? Shkruani komentet tuaja më poshtë. Ne duam të dëgjojmë mendimet dhe teoritë tuaja.